Austria e larta Gjermani, rrugët na sjellin prap në shtëpi, që tona me tonë kuqohen, votrat flak prej gëzimit po lohen, në korike gush bëhen dasma, bushët vendi me vale jahe, që t'jem me vajzën kostume shqiptare, male si akushi, si berha. Oj Kosovë to ke bekuar, me qëtë ti mos jetë shtiruar, male si po vdehem, që kam pritë gjatë, filiria shtrejtësia, se ka vënd në lapida, male si apërmit e saj që vdehem. Qifteria s'me, se m'is vit pjo, se m'se, sa që në shpi, gjithmonë. E po, miq të nderuar, mirëmëngjes. Mirëmëngjes në të ditë të bukur maji dhe me kohë të bukur këtu në Zvicër. Ju faleminderit për kohën që ndani për të na dëgjuar neve, dhe ne sigurisht jemi pranë jush me risi, me tema që zakonisht janë interes i kohës dhe interes i përbashkët i gjithë neve. Neve sot kemi vendosur të trajtojmë një temë rreth diasporës dhe trajtimit të saj nga sfera politike në vend atje dhe ndasit që po krijohen pikërisht për këtë problematikë që ne diaspora nuk ja kemi nevojën as. Pra e them as pak sepse ne nuk kemi nevojë për politizime apo për polarizime politike, sepse ne jemi një kombë, një dhe ne kemi një interes të përbashkët, pra kemi kombin dhe atë dhe më përtej pra për parti politike asgjë ja kemi nevojë. Kësaj diaspora nuk ka nevojë për këto ndasi. Ne kemi nevojë që kombit dhe dheut të shkojnë mbar punët atje në vend, që edhe ne jemi pjesë e saj, kjo dihet dhe sigurisht se na intereson. Por për polarizime fare pak interes. Ju faleminderit që për gjithë ata që dinë ta kuptojnë këtë citat që. Dhe pikërisht për këtë problematikë do të ndaj pjesë nga një esej imja që kam publikuar në Facebookun tim, që ju gjithë që jeni të interesuar mund ta gjeni atë pra tek profili im Gëzime Gjeraj, ashtu siç mund gjeni edhe tema të tjera të cilat trajtojnë problematikat shoqërore në shoqërinë e sotme, përgjithsisht në Ballkan, por kryesisht në Kosovë dhe pjesërisht edhe në Shqipëri, sepse edhe atje nuk është fare, hiç më mirë. Pra, diaspora si deti i eshtur përtej flamujve të politikës dhe zhurmës së ndarje. Vështrim mbi filozofinë e lirinë shpirtërore të diasporës dhe instrumentalizimin politik. Politika është arti i ndarjes, ndërsa filozofia është arti i bashkimit të mendjes, thot Hannah Arendt. Diaspora nuk është një turm njerëzish të larguar nga vendinja,
Ajo është një kujtesë që ecën, një plagë që merr frymë, një ure pa dukshme mes dheut dhe horizontit. Politikanët shpesh e shohin diasporën si një rezervuar votash, si një flamur që mund të tundet sipas interesave të momentit. Por diaspora nuk është vegël, ajo është ndërgjegje kolektive. Kur një njeri largohet nga vendi i tij, ai nuk merr vetëm valigjen, ai merr gjuhën e nënës, heshtjen e babait, erën e lagjës dhe mallin që nuk shuhet. Filozofi Friedrich Nietzsche thoshte, ai që ka një pse për të jetuar mund të përballojë pothuajse çdo si. Diaspora jeton pikërisht në të pse, ruajtjen e identitetit përtej largësisë. Politikanët duhet ta kuptojnë se diaspora nuk ka nevojë për polarizime, siç e thash edhe më herët. Ajo jeton çdo ditë mes kulturash të ndryshme dhe ka mësuar të mbijetojë duke ndërtuar ura, jo mure. Ndërsa politika shpesh ushqehet me ndarje, diaspora ushqehet me bashkim. Sokrati thoshte, njeh vetveten, por politika moderne shpesh nuk kërkon vetdije, ajo kërkon turma të bindura. Diaspora përkundrazi është bërë një reflektuese. Ajo e ka parë botën nga larg dhe di se kombi nuk mbahet gjallë nga britma partijake, por me kulturë, arsim dhe dinjitet. Diaspora është si një det i heshtur, nga sipër duket i qetë, por brenda atij lëvizin rryma të thella historie, sakrifice dhe dashurie para dheu. Politikanët shpesh hedhin gur në të det për të krijuar dallga artificiale. Por çdo gur i tillë krijon vetëm një qarje mes njerëzve që në zemër mbajnë të njëjtin flamë. Martin Heidegger shkruante se gjuha është shtëpia e qenjes. Por për diasporën, gjuha është atdheu i fundit. Dhe kur politika hyn në gjuhë me urrëtie, me përçarje, ajo prek vetë shpirtin e diasporës. Në kafete e qyteteve europiane, në rrugët e Amerikës, në fabrikat e Gjermanisë apo në universitetet e Zvicrës, shqiptarët e diasporës nuk pyesin njëri tjetrin me cilën parti je. Ata pyesin nga je. Dhe pas kësaj pyetje vjen menjëherë ndjenja e përkatësisë. Aristoteli e quante njeriu qenie politike, por ai gjithashtu besonte se qëllimi më i lartë i shtetit është e mira e përbashkët. Kur politika përdor diasporën për interesa partijake, ajo e humb këtë qëllim dhe shndrohet në teatër të ambicieve personale. Diaspora ka orientimet e veta. Ajo nuk ka nevojë për tutor politik. Ajo njeh demokracinë nga afër, sepse jeton në sistem ku institucionet janë më të forta se individi. Për këtë arsye diaspora shpesh bëhet pasqyrë dobësive të politikës sot. Jan Paul Sartre thoshte, njeriu është i dënuar të jetë i mirë. Diaspora e ka paguar këtë liri me largim, vetmi dhe sakrificë. Prandaj askush nuk ka të drejtë ta përdorë atë si instrument propagande. Në historinë njerëzore mërgimi ka qenë gjithmonë një shkollë filozofike. Nga Ovidi deri te Dante, nga Migeni deri te Camus, largësia ka krijuar mendimtar që kuptuan se njeriu bëhet më universal kur largohet nga kufit e ngushtë. Albert Camus shkruante, në mes të dimrit zbulova më në fund se brenda meje kishte një verë të pathyeshme. Kjo është diaspora. Një verë e pathyeshme shqiptare që mbjeton larg atdheut. Politikan, lëreni diasporën të qetë. Mos e ktheni mallin e saj në armë elektorale. Mos e ndani sipas flamujve partijak, sepse diaspora nuk është pronë askujt. Ajo është frymë me lirë. Një komb nuk forcohet duke ndarë bijtë e vet, por duke i dëgjuar ata.
Dhe diaspora ka vetëm një kërkesë, respekt. Në fund, ndoshta pyetja më filozofike nuk është çfarë mund të bëjë diaspora për politikën, por çfarë mund të bëjë politika që të mos u mbas diasporën. Sepse kur një komb humbet besimin e diasporës së vet, ai humbet pasqyrën ku mund ta shohë të ardhmen. Liria nuk është mungesa e angazhimit, por aftësia për të zgjedhur, thoshte Paulo Coelho. Dhe diaspora ka zgjedhur të mbetet shqiptare pa u bërë ushtar i përçarjeve politike. Diaspora mbetet një ndërgjegje e shpërndarë në botë, por e bashkuar në kujtesë. Ajo nuk do të jetë fushbetejë e retorikës politike. Çdo përpjekje për ta ndarë, si të përpiqesh të ndash detin me duar. Filozofia na mëson se identiteti nuk mbrohet me zhurmë, por me urtësi, kulturë dhe mirëkuptim. Në këtë kuptim diaspora është më shumë se komunitet. Ajo është metaforë e shpirtit njerëzor që kërkon rënje pa e humbur horizontin. E pra miq të mi, bashkëdhëtar, bashkombas të mi, besoj se shumë çka arritët të kuptoni dhe të mësoni për diasporën, raportin e saj me atë raportin e saj me politikën, raportin e saj me flamujt partijak, që ju i keni thelluar aq tepër këto gjëra të ndarjeve, sa sikur keni krijuar një lloj neverie në këtë pikë, sepse diaspora këto gjëra ishin ndryshe. Dhe u tha diku se është krijuar edhe një botë e thellë mbi jetesës së tyre, duke u ballafaquar me kultura të ndryshme, por rezistenca atyre i ka bërë që ata ti mbijetojnë ato. Dhe këto rryma partijake që vinë nga atje, to janë vetëm dëm për diasporën, nuk janë të mira për diasporën, janë përçarëse dhe ndarëse. E them këtë duke qenë mërgjimtar për 40 vite dhe duke qenë një krijues me një bagazh tepër të madh, me diku 230 libra, pra duke i njoftë mirë çështjen filozofiko-historike të kombit, të dhëut dhe të zhvillimeve të përgjithshme në botë. Dhe pikërisht këto njohuri, duke qenë edhe pjesë e idealizmës kombëtare, unë e di fare mirë se para fillimit të luftës në Kosovë, vitet 90-99, pra filluan të vinë edhe rryma të ndryshme partijake edhe në diasporë. Kërkesa ime atëherë ka qenë që diasporë aman mos u futni në tutela partijake. Mbajeni për vizion kombin dhe adheu, sepse vetëm kësaj do të jemi më të bashkuar dhe më të fortë. Unë shpresoj që këto mesazhe, miqtë e mi, ju i morët ngadalë dhe uroj që secili të mendoj, të gjykoj dhe të vlerësoj, por edhe të veproj vetë me vetdijen e tij, e jo që trurin tonë të na shpërlajnë rryma të ndryshme dhe të vendosin të tjera për ne, por ne të vendosim për të ardhmen tonë, për të ardhmen e kombit dhe për të ardhmen atë dheu tonë. Unë ju falenderoj për kohën që ndatë dhe do ju dëshiroja një ditë shumë të bukur për ju. Mirupafshim. Në ty fillon drita, në zemrësine, si agimani mare, si këndë ujtime. Në ty fillon drita, kur bota bëhet natë, ti është nebu i shpirti që s'më humbet kur gjatë. Në mëngjes kur hapë dita, mi fshate, mi krua, të ndjej në çdo frymë që më vjen si hua. Në zërin e qelit nerën e marja,
s'më humbet kur gjatë. Ora zbrete heshtu mbi qatit e vjetra, më ngroh fjala jote si zjarr në netët e shkreta. Je rënje thellë në tokë që she syri, por pa ty s'do qelte as një deg në prilli buti. Në ty fillon drita, në zemrësime, si agi barni male, si këngë të kujtime. Në ty fillon drita, kur bota bëhet natë, ti është tregu i shpirti që s'më humbet kur gjatë. Kur largohem në hudhë që s'ka emër as fund, në gjokë s'më re kujtimi yt, si kam ban që s'hund. Në çdo hap të huaj, në çdo qytet të ri, je shtëpia ime e parë, je kthimin në sytë e mi. Në ty fillon drita, në zemrësime, si agi barni male, si këngë në kujtime. Në ty fillon drita, kur bota bëhet natë, ti është tregu i shpirti që s'më humbet kur gjatë. Dhe kur fjala më lodhet e heshtja më rëndon, emrit në shpirtin tim prap këngë më këndon. Se ti s'je veç njeri, je dritë që shtoron, je fillimi çdo dashurie që zemra mbane se harron. Në ty fillon drita, në zemrësime, si agi barni male, si këngë në kujtime. Në ty fillon drita, ojë në çdo fund, ti je rruga ime, në dashuri pa fund. E po miq të nderuar, me këto dy këngë të përgatitura nga unë dhe teksti dhe muzika të gjitha, shpresoj për një ditë të bukur për ju. Miru pafshim në prezantimet tona të radhës. Ditën e